Rana Gjata ka bashkuar forcat me Erkenc Hyka. Dyshja sollën sa të du me tekst dhe muzikë nga vetë ata. Producent është Unix Music, ndërsa për anën vizuele u përkujdes Supercut. Eugena Aliu dhe Bardhe Olsi Bylyko erdhën me një befasi të këndshme për të gjithë adhuruesit e këngëve të tyre. Për tekstin dhe muzikën u përkujdesën vetë Bardhe Olsi, kurse për videoklipin e Fati u përkujdes MVC Production. Alex Gjompala është producent i kësaj prurje të re. Arta Bajrami ka publikuar Ani Ani me tekst nga Roy dhe Muma, ndërsa Don Arbës është përkujdesur për bitin, i cili njëherësh është dhe producent. E ku shfaq një art krejtësisht unike e të kuruar deri në detaj në fundit, është përkujdesur Time Pictures. Jari Nani u bë sebeb që Skerdi u bë bashkë me Mandin dhe Marilyn. Teksti dhe muzika realizuar nga Skerdi. Mars Way Paul u kujdes për bitin, i cili u morë dhe me producimin, ndërsa videoklipi u punua nga Play Video. Butren Timeri ka publikuar edhe një projekt muzikor që mban titullin Më mungon, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai. Për muzikën u përkujdes Big Bang, ndërsa ana vizuele u realizua nga Sequence. Kuku 2 u publikua nga Mandy dhe Mandini Shtulla, producent janë dhe dyshja që i dhanë emocion kësaj kënga. Tekstin e këtij projekti ka shkruar Prince One, ndërsa biti u punua nga Alandi. Videoklipi u vizualizua nga Max Production. Dejzo dhe Florian Tufallari erdhën me një bashkëpunim që mban titullin Lafe. Tekstin e kanë shkruar vetë Dejzo dhe Saja. Muzikën e ka realizuar Sardi Mnere Monkey Music. Kurse për anën vizuele u përkujdes në sken video. Jo, kjo listë e prurjeve të reja nuk e pas ka ndërmend të ndalët, nejse ne përja vendosim fundin me Elaj. Artisti nga Shqipëria ka publikuar një këngë të re që titullohet Kadal, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai. I njëjti bëri dhe muzikën, bitin, miksimin dhe masterizimin. Me pak fjalë, Kadal mban vullën e vetë Elaj.